Megjithatë, këtu Allahu Gjeleshanu në një ajet tjetër po thot wa an tasumu khairun lakum. Në qoftë se agjeroni, do të thotë kur jeni udhëtar, është më mirë për ju. Kur personi në fjalë e kupton se ky udhëtim nuk e lo, ka mundësi të agjerojë, sidomos tash që ka ndalë mjetet e komunikacionit të ndryshme, komode, me gjithë shka i ke brenda, vazhdesh nuk është vështirë, atëherë mundesh të agjerosh pa kurrë problemi, duke e kaluar rrugë me agjerim, duke e kaluar rrugë me lexim Kuranit, me dua, me zikr apo diçka tjetër. Po tash, nëse unë mundem me agjeru në rrugë, po s'ku du me agjeru. A kom gjuna? Nuk ke gjuna. Mundesh me prish, edhe me kompenzu. Sepse pa marrë parasysh se si është puna, arsyeja e lejimit të ngrënjes në Ramazan për udhëtarin është vështërsia e udhëtimit. Nuk është diçka tjetër. Kur ke hyti në udhëtim, ke rënë në radhën e atyre që Allahu i konsideron se kanë vështërsi gjatë udhëtimit. Edhe nëse mundesh me agjeru, nuk do me agjeru, gjunahe nuk ki, edhe pse është më mirë me agjeru, por që këtë ditë duhesh të kompenzosh me një ditë. E kompenzon mbasi dale Ramazan. Këto janë ato kategoritë për të cilët folëm në bazë të ajetit të Kuranit, që tha për të sëmurin edhe për atë i cili është në rrugë. Në këtë grup hyn edhe plaku që është shuar shpresa e shërimit ti, është shuar shpresa e forcimit ti, edhe e din, ose aje din vërse për mes agjerimit do t'i përketësohet gjendja ati edhe më tepër. Ky person në fjalë, jo që e ka për obligim të e prishë Ramazanin, por duhet, i lejohet, edhe është e rrugës që të mos agjeroj, sepse agjerimi në mënyrë të prerë e dërgon drejt dobësimit të shëndetit të tij edhe më shumë. Për këtë njeri, për këtë plak, po njësoj sikurse edhe për atë smurin me smundje kronike, jepet fidje. Fidje do të thotë bëhet pagesë e 30 ditë Ramazan në vend të agjerimit. Ajo është sikurse kur e ka agjeru Ramazanin të tërë. Wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Edhe ata të cilët i rëndon në Ramazanin, ka fjalën për moshën madhore, do të japin fidje në ushqimin e të varfërve, të ngratëve, edhe atyre të cilët nuk kanë mjetet e mjaftueshme për jetesë. Do të cekim një pikë që është ndoshta edhe pak bashkëkohore, po flasim rreth mundësisë së agjerimit apo rreth motrave tona, nanave tona, të cilat nuk e dinë se agjerimi a do t'i pengoj apo jo. Nuk e dinë se agjerimi a do t'i kanonse me rrezik apo jo. Duhet të konsultohemi me mjekun. Kur të flasni këtu për mjekun, e kemi fjalën për mjekun i cili i frikohet Allahu Gjeleshanu. Për mjekun besimtar, për mjekun i cili e din se çka është agjerimi, edhe është me të vërtetë besimtar i mirë. Jo çdo mjek që ndoshta edhe në qoftë se e shef se ke mundësi me agjeru, thot duhesh me prish agjerimin. Sepse e ka urrejtjen apo e ka mendimin se agjerimi nuk bën të bëhet, është prapë mbeturiet të diçka, që në ditën e sotit kemi shumë prej këtyre mjekëve të cilët as nuk dojnë me ndëgju për agjerim. Vetë nuk agjeron. Si me shkuta ai mjek, mu kontrollu edhe me pyetje unë a duhet me agjeru apo nuk duhet. Normal se ai mjek ka me thonë nuk duhet me agjeru. Bile ka me zonë shumë punë të mirë që tyje ka shtim me prish agjerim. Duhet ta zgjedhin mjekun
për burrat po flas, edhe mjekeshën për gratë që janë besimtare, të devotshme, edhe të tregon saktësisht se çfarë mundet me paraqitë rrezik agjerimi jot në këtë ditë për shëndetin tonë. Nëse ky mjek e jep diagnozën se duhet me prish Ramazanin për shkak të barmeve apo injeksioneve të cilat i marrin, atëherë ka obligim që të ndëgjoj këtë mjek besimtar edhe të e kompenzoj atë ditë apo 2 dita 3 tjera me ditët mbas Ramazanit. A duhet që të e bëjmë kaza Ramazanin, ato ditë që i kemi prish, të i bëjmë rend njëna mas tjetrës, apo kemi mundësi edhe të i bëjmë një ditë një, mbas disa ditëve një tjetër, apo diçka. Nuk është kusht në kazajën e Ramazanit që të jetë kazaja e një pas njëshme. Sidomos kur është fjala për gratë të cilat kanë ciklin mujor. Ato nuk e kanë obligim që t'i bëjnë kaza në ditë pas dite. Po mundën t'i bëjnë sot që më agjeron, mbas 2 ditë një agjerim tjetër, mbas 3 ditëve, nuk është kusht me i bashku ditët së bashkë. Edhe pse shpejtimi në përfundimin e kazajës është më mirë, sepse nuk e di se vdekja ku na vjen, kështu që duhet me shpejtu sa më tepër për mos me mbetën me borxhe. Fa'iddatun min ayamin ukhar, ku ka thonë Allahu Gjeleshanuhu, edhe kompenzim me ditë tjera, në këtë ajet nuk është shtuar, nuk është kushtëzuar që këto ditë të jenë të një pas njëshme, por vetëm se ka thonë me i kompenzu me ditë të tjera. Këtu janë mbështetur dietarë që e kanë marrë për bazë të ajetit Kuranit, edhe kanë thonë se nuk është kusht me e agjeru njëra pas tjetrës ditët e agjerimit, ditët e Ramazanit të cilët kanë kaluar. Së fundi, do të kisha dashur të them në lidhje me agjerimin se ky agjerim që e kemi bërë në 8 muaj të Ramazanit nuk kam mbetur pa u përzi pak me gjinahe, pa u përzi pak me punë të kota, pa u përzi pak me diçka që nuk i kemi bërë me qëllim, por ndoshta kemi qenë në atë gjendje që nuk kemi mundur me kontrollu veta. Të ketë kujdes çdo kush që mundet të e japë sadakatul fitrin, sepse ajo është si pastim nga të gjitha mëkatet që mundet të ndodhur në Ramazan në agjerimin tonë. Sadakatul fitri e pastron njeriu nga gabimet të cilat i ka bërë gjatë muajit të Ramazanit. Ne do të vazhdojmë me dersën tjetër, inshallah, javën e ardhshme, edhe do të mundohemi të hyjmë pak në çështje më të thella në lidhje me agjerimin, në lidhje me agjerimet tjera jashtë Ramazanit, llojet e agjerimeve, kur lejohet të agjerojmë edhe kur është ndaluar të agjerojmë, kur është mekruh e papëlqyer të agjerojmë, edhe kur është sunnet apo nadër apo diçka tjetër. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi